A është keq pse se du vjerën, kam hek shumë prej saj. Këshilla vjerat që t'janë kujdesshme me nuset, sidomos kur ato janë treja sa kanë ardhur nuse, edhe mos të tregojnë shumë pushtet edhe diktaturë, nëse muj me thonë, e di që edhe nuset ka raste kur kanë vretje, por ajo si vjerë duhet të mundohet ta mirë kuptoj një moshë të re, e ardhur me një shtëpi, po thonë tuj për ta, dal nga dal duke u stabilizuar shkojnë gjanat. Tjetra, Allahu Azza wa Jall nuk ka obliguar që detyrimisht të me dash vjerën me zemër, se ndodhet që ti nuk ta do zemra. Por ta dush me zemër dhe ta respektosh, apo të mos i thush fjalë këqija, ka dallim. Pra nuk është patjetër me dash me zemër, por edhe nuk është e lejuar që nga ana tjetër pse se don tash ti me zemër, edhe me shpreh non stop ata me gojë, atë mos dashnia të urrëtie, ose me vepra, ose stakfurullah dhe me i bën zullum. Duhet t'ja japësh hakun sa i takon, sa meriton si vjerë, një fjalë të mirë, një fjalë të arsyeshme. Pastaj në zemër çka ki ti, mes te dhe Allahut. Pra ajo që e ke në zemër, të mos reflektohet jashtë. Jepja hakun. Leja çështjen Zotit në dorë, ajo çka të ka bën ty, si është sjell me ty, le të mbetet për ditën e Kiametit, nëse nuk mundesh me ia fal. Normal, me ia falësh më mirë, por nëse s'mund me ia fal atëherë për ditë